Votat në Mitrovic nuk janë duke u pranuar nga Partia Demokratike e Kosovës, të cilët thonë se ka pasur keq përdorim duke ju referuar trenit bullgar. Ata madje kanë kërkuar sot rivotimin në Mitrovic. Antari i kryesisë së PDK-s përparim Gruda tha se rivotim në komunë të Mitrovicës do të kërkojnë edhe në ankesën që do të paraqesin të martën në PZAP. Ai tha se parregullësitë në Mitrovicën e Jugut lidhen që fletvotime me numra serik të caktuar janë gjetur në qendra të ndryshme të votimit. Kjo sipas tij paraqet fenomenin e trenit bullgar. Në balotazhin e 9 nëntorit, kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje Faton Peci fitoi përballë kandidatit të PDK-s Arjan Tahiri. PDK vlerëson se integriteti i procesit zgjedhor në Mitrovic është i cënuar rënd, pasi janë shkelur ligji për zgjedhjet dhe standardet e njohura nga Komisioni i Venecias. Në këto kushte paraqes kërkesat e PDK-s. Ne kërkojmë që Mitrovica të shkojë menjëherë në rivotim, pasi janë disa qendra të mëdha që janë vërejtur pa rregullsi. Kërkesa jonë në rivotim në Mitrovic do të shkojë edhe në PZAP, tha ai. Nga ana tjetër, avokati i njohur Tom Gashi ka thumbuar ata, duke thënë se kot e keni. Gashi përmes një postimi në Facebook ka shkruar se mos i jepni shumë zor se kot e keni. Faton Peci çkado që gjen në komunë do t'ua publikoj. Ndryshe, Prokuroria Themelore në Mitrovic njofton opinionin publik se ka urdhëruar Komisionin Komunal Zgjedhor që të rinisë procesin e numërimit të fletvotimeve në qendrën komunale në komunën e Mitrovicës së Jugut. Kjo pasi kompania Cetis mbi premtimin e fletvotimeve për zgjedhjet komunale në Kosovë, përmes një njoftimi shpjegoi se problemi i numërimit ndodhi ekskluzivisht në njërin nga 4 kokat pllakat e prindërve me ngjyrë, përgjegjëse për printimin e numrit të qendrës së votimit dhe se marrin përgjegjësi për këtë gabim teknik, sipas të cilës në rrethana normale do të ishte pothuajse i pamundur të ndodhte. Sidoqoftë, për të ruajtur integritetin e procesit të numërimit të fletvotimeve, Prokuroria Themelore e Mitrovicës ka caktuar 2 hetues policor që do të jenë prezent gjatë tërë kohës deri në përfundimin e plot të procesit të numërimit.